Në ndeshjet hapëse të javës së 10 të sezonit vjeshtor në Ligën e Parë, fitore shënuan Arsimi kundër Tikveshit në Kavadar dhe Bashkimi kundër Shkupit në Kumanov. Arsimi nga Kavadari kthehet me një fitore, me përmbysje spektakolare. Tikveshi deri në minutën e 84 ishte në përsi 3-1, por në 6 minutat e fundit të ndeshjes në skenë doli Shefiti, i cili shënoi me 2 gola dhe Alban Taipi në sekondat e fundit vetëm e vulosi këtë fitore me vlerë të madhe për çegranasit. Për Tikveshin shënuan Berat Sadiku, 2 gola dhe 1 Ivanovski. Me këto 3 pikë, Arsimi tani me 11 pikë të grumbulluara ngjitet në pozitën e 8, ndërsa Tikveshi mbetet me 8 pikë. Fitore të thellë ka shënuar dhe Bashkimi në Kumanov 4-1 kundër Shkupit. Autor të golave për vendasit ishin Aleksoski, Simonovski, Avornyo dhe Haxhiq, ndërsa golin e nderit për Çajrasit e shënoi Shuku. Me 3 pikë të sotme, Bashkimi me 19, aq sa ka edhe Sileksi, është në pozitën e 5, ndërsa Shkupi vazhdon të mbetet në pozitën e fundit vetëm me 1 pikë. Sot në program janë ndeshjet Rabotnički Makedonia Gjorgje Petrov dhe Struga Trimlum AP Brera. Të dielën përballet Sileksi Pelisteri, ndërsa të hënën në stadiumin e qytetit Bushasharit përballja Shkëndija Vardari, me çka kompletohet java e 10 e sezonit vjeshtor.